Ja se ç'duhet të bësh, nëse do që të shtohet bereqeti dhe të zgjatet jeta. Transmetohet nga Abu Huraira, Zoti qoftë i kënaqur me të, se e ka dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, të thotë: ai që dëshiron që t'i shtohet furnizimi dhe t'i zgjatet jeta, le të mbajë lidhjet farefisnore. Buhariu. Në hadith tregohet se frytet e mbajtjes së lidhjeve farefisnore janë të shumta. Prej tyre ka që janë të shpejta që në dynja, dhe të tjera të mëvonshme, ku personi fiton në ditën e Kiametit. Prej fryteve të saj të shpejta është se personi t'i shtohet furnizimi në jetën e kësaj bote dhe i zgjatet jeta. Shehu i Islamit, Ibn Taymije, Zoti e mëshiroft, ka thënë: disa njerëz kanë thënë, qëllimi me të, zgjatjen e jetës, është bereqeti në kohë, ku për një kohë të shkurtër bën punë që s'mund t'i bëj askush vetëm se për një kohë të gjatë. Gjithashtu është thënë se furnizimi dhe caktimi se sa do të jetojë njeriu janë të paracaktuara dhe të shkruara. Këtyre u thuhet: ky bereqet, e ai është shtimi në punë dhe dobi, gjithashtu është i përcaktuar dhe shkruar. Abdurrazak el Bedr.